Listat e kandidatëve për deputet nga partitë shqiptare u miratuan fare shpejt dhe me unanimitet votash. Kush është për? 11 vota për, certifikohet lista e kandidatëve. Por kaq lehtë nuk kaloi procedura kur erdhi radha votimit për certifikimin e një tjetër subjekti politik. Subjekti radhës është Srpska Lista. Këtu Sami Kurteshi nga vetëvendosja ndezi mikrofonin për diskutim. Unë, nëse që edhe kolegu jam kundër certifikimit listës sërbe. Pavarësisht kësaj kjo u hodh në votim, por votat nuk ishin të mjaftueshme. Refuzohet certifikimi i listës kandidatëve të partisë Srpska Lista. Kundër ishin dy të vetëvendosjes derisa abstenuan përfaqësuesit e PDK, LDK, AK dhe ata të komuniteteve jo serbe. Por drama në mbledhje nuk kaloi me kaq, sidomos kur erdhi radha e certifikimit të koalicionit vakat. Problem këtu u bë emri një kandidateje. Certifikimi e Ena Krasniqit që është motre Donika Kadaj të kundërshtuar nga përfaqësuesit e Nova Demokratska Stranka. Ky është problem për komunitetet jo shumicë. Nëse vazhdojmë me këtë traditë me marrë një person nëse është bosnjak, nuk është problem. Ky edhe lëshoi mbledhjen. Certifikimi i saj u rekomandua nga sekretariati përkundër faktit që më herët ishte pjesë e listave të partive shqiptare. Në dokumentin identifikues, domethënë në njoftimin e zonjës Ena Krasniqi, dëshmohet se ai është e lidhur në Sarajevo. Por kryetari vendosi që koalicioni vakat të vendoset në votim pa Ena Krasniqin. Pa numrin 6. Ena Krasniqi. Kush është për? Atëherë jemi 10 për.